Atëherë zoti Cenaj, si e pret Elbasanin këtij sezoni? Atëherë mendoj që këto 2 vite që ka marrë eksperiencë në kategorinë superiore, besoj se do ta ndihmojnë edhe në vazhdimsi. Kjo lidhet edhe me faktin që ka marrë pjesë në Kupat e Evropës, është patjetër një eksperiencë që do ta ndihmojë dhe jam i bindur që do jetë përsëri tek ekipet pretendente. Starti i kampionatit çfarë rëndësishëm është? Është shumë i rëndësishëm sepse i jep një besim lojtarëve, por ashtu dhe ekipit për të arritur ato objektiva të cilët caktohen në fillim të kampionatit. Ndërkohë një rregull i ri i federatës për aktivizimin e lojtarit të ri, si e sheh sa mund ta ndihmojë skuadrën e Elbasanit, sa mund ndihmojë të rit e Elbasanit, por edhe të gjithë Shqipërisë në përgjithësi. Duke qenë që kam një eksperiencë me ekipet e moshave dhe duke parë se si ishte ndërtuar ekipi ku merreshin pjesë të rinj, duke ardhur shumë lojtarë të huaj, mendoj që ishte një zgjidhje shumë e mirë në momentin e duhur për ta dhënë këtë rregull. Mendoj se pak me vonesë, por edhe në momentin e duhur, dhe do jetë një mundësi shumë e mirë për gjithë të rinjt që të shfaqen aftësitë e tyre dhe të sigurohet një ardhmë dhe të shikohet akademia si pjesë që ndihmoi klubet në të gjithë Shqipërinë.